Rreth 23.000 njësi aktive në Airbnb operojnë aktualisht në Shqipëri, por vetëm një pjesë e tyre rezultojnë të regjistruara zyrtarisht. Sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare e Biznesit, në vitin 2025 rezultojnë aktive 4.057 subjekte, ndërsa në vitin 2021 ishin 2.134, një rritje thuajse dyfishuar, por ende shumë larg numrit të njësive që operojnë realisht në platformë. Tirana dhe Vlora mbeten zonat me përqendrimin më të lartë. Nga ana tjetër, vetë Qendra Kombëtare e Biznesit pranoi se nuk ka kompetencë ligjore për të kontrolluar këtë aktivitet. Shifrat tregojnë se edhe pse mijëra njësi operojnë në treg, vetëm një pjesë e tyre rezultojnë të deklaruara dhe kontribuojnë në sistemin fiskal. Diferencë që reflektohet edhe në të ardhurat e deklaruara. Administrata tatimore bën të ditur se gjatë vitit 2024 janë gjeneruar rreth 40 milion euro të ardhura nga Airbnb, të realizuara nga rreth 8.472 individ dhe subjekte. Në total, rezervimet kapën vlerën e 3.8 miliard lekëve, ndërsa komisionet ndaj platformës arritën rreth 1.7 milion euro. Ndërkohë, sipas sipërmarrëses në këtë fushë, Dorentina Kraba, rritja e numrit të njësive lidhet drejt për drejt me zhvillimin e turizmit dhe fitimet që ofron kjo formë biznesi. Unë mendoj që ka tre arsye. Arsyeja e parë është rritja e turizmit. Në momentin që kemi shumë turizëm, sigurisht që ti ke nevojë edhe për ambiente, për t'i akomoduar dhe shtretë për t'i akomoduar këtë turistë. Arsyeja e dytë, mendoj që edhe Airbnb është shumë e lehtë si aplikacion për ta vënë pronën dhe për ta menaxhuar aty. Duke qenë që t'jep gjithë facilitetet. Plus që vitet e fundit është bërë edhe si një trend që çdo kush që ka një apartament që ka pasur bosh apo në përdorim e jep me qira ose e punon vetëm me Airbnb. Pra kemi një rritje të këtij fenomeni vetëm për shkakun sepse edhe si fushë ka pasur goxha edhe fitime vitet e fundit. Por sipas saj, zhvillimi i shpejt nuk është shoqëruar me të njëjtin nivel rregullimi. Kemi akoma shumë punë për të bërë. Tani jemi në një entuziazëm që na ka përfshirë të gjithë, duke qenë që është fushë që ka fitime të shpejta dhe janë të prekshme, dhe sigurisht që kemi më tepër kërkesë për të hapur subjekte të tilla. Për të konsoliduar nuk do thoja kështu, sepse një treg që të jetë i konsoliduar duhet të ketë çmime të rregullta dhe të mos kemi çmime të ndryshme, pra të mos kemi një rregullator tregu. Kështu që mendoj që kemi akoma punë për të bërë te pjesa e stabilizimit të tregut, për të vënë të gjithë linjën se si operojmë nën kontroll, si për çmimet, edhe si për hapjen masive të këtyre subjekteve. Kontradikta mes mijëra njësive aktive, numrit më të ulët të bizneseve të regjistruara dhe të ardhurave të deklaruara tregon për një treg ende në fazë informaliteti, ku një pjesë operatorëve mbeten jashtë radarit të institucioneve.